ulëm për të pirë një kafe se e pam një shtetë rrethim, si kur ne ishim të armatosur me bomba, jo me vezë, edhe ulëm pirim një kafe realisht se tam qysëm të dorësuar, tam s'pas kej mundësi t'i qelloj me vezë, pas desh ishte ullë si manja, nuk e kishim parë, u qua si një plerë e vërtet, doli nga kafja, sa po u fut në kordonin e policis, u këthy edhe në shajti nga ropë. Unë kisha shok nga diba me vete dhe i shajti dhe ata. Më pas më besoni nuk dëronim do të kemi larë me vezë. Bodyguardi ti kërceu nga dritarja në prezencën e shefit të komisaratit numër 4, i cili tha arrestojni, unë ula duart poshtë, më ka qelluar pa pushim. Dhe realisht kam qeshur dhe i thoja ore qa po bët me vezë të gjuajtë. Po do merremi dhe me saj mirë kokën e ditën vazhdim. Po merremi dhe me kompanin Group Security, e cila ka marrë tendera, do merremi në ditën vazhdim. Shiko! Ucimania PSHR! 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 Dy herë na gjujtën me grusht, dy herë ja u kthyer me vezë. Ne shqiptarët kemi një shprehje, e treta e vërteta, guxoni edhe një herë.